Po sjell shembullin e Sulemanit alayhis salam. Pse Sulemani kërkoi që të veprojë ndaj kuajve të tij? Pikërisht për këtë fakt, sepse kuajt ndruan nga status që të shohë shenjat e Zotit, të kujtoj Zotin, se çfarë krijon Zoti, çfarë kënaqësie jep Zoti, u zvendësua pra kjo të shashtisi, të shkëputi nga gjendja që kishe me Zotin. A tha, jo, tha këto, nuk mund t'ja fal vetes. Ndërkohë që është shumë më e rrezikshme tjetra, në mendimin tim, që ti mund të përmbushesh shumë mirë me fen, por nuk ke synim Zotin. Edhe këtu kemi kjo, për mua, kjo është e frikshme. Sa që në kohën kur ne na mungoi rruga, ishim shumë të shqetësuar të gjejmë rrugën, gjejmë Islamin, të gjejmë fen. Dhe na ka ndodhur jo pak herë, ndoshta tash me këtë mënyrën si I lexoj gjërat, si e kam parë tek vetja ime, që kur përmbush një ibadet, ti përmbushesh. Pra, gjen rrugën dhe nxe gjumi aty. Nuk është se gjen rrugën dhe nxiton për të shkuar tek Zoti. Dhe unë kam përshtypjen se ky ndoshta është ndryshimi që duhet të synojmë, një fet I jetuar për të ardhur tek natyrshmëria. Sepse ne kemi njerëz të cilët ndoshta nuk kanë informacionin ton, dhe ka kaluar informacioni si kapital, të cilët na sfidojnë në nxitimin e tyre, në gjendjen e tyre me Zotin, që nuk kanë informacion. Dhe ti tash po kërkon një informacion që të afron tek Zoti apo kërkon një informacion që të bëj diferencën mes njerëzve. Dhe ti pa dashje, ti përfundon një lloj, kërkon pozitë mes njerëzve nëpërmjet asaj që të ka dhënë Zoti ty. Po të shkosh ta jetosh një fet I jetuar, të shkosh mes njerëzve, ato të japin, prandaj unë ftoj më të madhe tek ajo që është ajo e jashtmja duhet të ngacmoj ty të brendshmën tënde. Kapitali është tek e brendshmja jote. Potenciale që Zoti ka krijuar është tek e brendshmja jote. Besimi që Zoti pati tek krijesa e tij, të cilin e krijoi me duart e veta, I dha shpirt nga fryma e tij, pikërisht për këtë se të përmbushte ato dhunti dhe treguesit moral të Zotit në krijesën e tij. Dhe njeriu mbart pikërisht këtë sekret.